Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabiola Hoxha, ne jemi së bashku në hapësirën Breaking News, ku do të përcjellim drejt për drejt dhe hapas hapi të gjitha zhvillimet më kryesore të deri tanishme. 10 lider europian fillojnë të vinë sot në Tiranë për samitin e komunitetit politik europian që mbahet ditën e nesërme në kryeqytetin shqiptar. Kryeministri britanik Keir Starmer takon kryeministrin Rama sot në mesditë, duke bërë kështu shefi i parë i qeverisë së Londrës që vjen për një vizitë zyrtare në Tiranë. Kryeministri shqiptar do të presë sot pas dite edhe presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, ndërsa makro e lider të tjerë të rëndësishëm vinë sot e nesër për t'u bashkuar samitit të komunitetit politik që sikundër e tham do të zhvillohet ditën e nesërme në kryeqytetin tonë. Po për të folur pikërisht për këtë eveniment politik shumë të rëndësishëm për vendin tonë dhe jo vetëm, ne do të jemi me kolegen Greta Bullari. Greta, të përshëndes, si që shohim edhe nga këto pamje, ti ndodhesh pikërisht në vend takimin ose vend pritjen e liderëve europian, të cilët disa prej tyre do të vinë sot, disa do të mbërrin nesër, për të qenë prezent në zhvillimin e punimeve të samitit. Më trego pak më tepër së pari për organizimin dhe ndalin edhe tek liderët që do të vinë sot. Fabiola, të përshëndes, sot edhe nesër Tirana padyshim do të kthehet në kryeqendër të Europës, pasi liderët e 47 vendeve të kontinentit të vjetër do të zbresin pikërisht në Tiranë. Ditën e sotme i pari që do të mbërrijë në tokën shqiptare është pikërisht kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer, i cili do të zbresë në Rinas në orën 10:30. Më pas, kryeministri britanik do të ketë një konferencë të përbashkët përshtyp me kryeministrin Edi Rama rreth orës 12:40, po ashtu gjatë vizitës së tij, duhet thënë zyrtare të parë të një kryeministri britanik në Shqipëri, do të ketë edhe një vizitë në Muzeun e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, gjithashtu edhe një takim me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Po ashtu, ndër liderët e tjerë të cilët pritet të mbërrijnë gjatë ditës së sotme janë edhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili është parashikuar të mbajë edhe një konferencë të përbashkët me shtyp me kryeministrin Edi Rama rreth orës 16:40. Në Tiranë sot vjen edhe presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, po ashtu edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sa i përket ditës së sotme, në fakt pritet është parashikuar të zhvillohet në mbrëmje një takim informal mes përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor. Kjo në fakt edhe për t'i treguar mbështetjen e Bashkimit Evropian sa i përket perspektivës europiane të vendeve të rajonit. E kuptoj. Ndërkaq, Greta, ti bërë edhe një përmbledhjes dhe për rëndësinë e këtij samiti, megjithatë do të ketë gjithashtu edhe firmosje të marrëveshjeve e gjitha me radhë. A mund na thuash se cilat do të jenë, le të themi, këto marrëveshje ose çfarë pritet të arrihet mes takimeve të kryeministrit, po dhe presidentit Begaj me liderët më të rëndësishëm europian? Dhe agjendat sigurisht. Po, pikërisht përpos gjithë takimeve që do zhvillohen gjatë ditës së sotme, dita e nesërme do të jetë, po themi, edhe dita më rëndësishme e takimeve, por dhe zhvillimeve të këtij samiti. Do të nisë pikërisht rreth orës 10 mbërritja e të gjithë liderëve të pjesëmarrës në këtë samit, të cilët sikundër se e thash janë 47 lider të Bashkimit Evropian, por dhe vendeve të tjera të Europës. Në orën 10 do të jetë pritja nga kryeministri Edi Rama këtu në sheshin Skënderbej, por dhe deklaratat për shtyp të secilit prej tyre. Në orën 11:30 është parashikuar edhe fotoja familjare e përbashkët. Në orën 11:45 do të jetë edhe sesioni i parë plenar. Përgjatë këtij sesioni, liderët pritet të flasin pikërisht për sigurinë e Europës, duke përfshirë edhe mbështetjen për Ukrainën, do të flasin për sigurinë e kontinentit të vjetër, po ashtu edhe do t'i përgjigjen, po themi, disa sfidave që ndikojnë, po themi, në kontinentin e vjetër, sikundërse janë siguria, apo sikundërse janë migrimi, punësimi, por edhe çështje të tjera. Do të jenë pikërisht tre tryeza të cilat do të mbahen gjatë ditës së nesërme me tema kryesore, së pari sigurimi i Europës dhe forcimi i qëndrueshmërisë ekonomike, së dyti tryeza e dytë do të jetë një Europë për 6 milion banor, rritja e konkurrueshmërisë europiane dhe sigurisë përmes inovacionit dhe qëndrueshmërisë, një Europë e hapur me kufij të sigurt, adresimi i sfidave të mobilitetit dhe fuqizimi i të rinjve.
Po ashtu, rreth orës 15:45 minuta është parashikuar të ketë takime të ndara mes liderëve të ndryshme të Bashkimit Evropian, mes veti, por edhe mes tyre dhe shteteve anëtare të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në orën 17:30 do të jetë pikërisht edhe sesioni përmbyllës, sesioni i cili do të japë edhe konkluzionet e këtij samitit të Komunitetit Politik Evropian, i cili duhet thënë është edhe takimi i 6 në total e kësaj iniciative që synon të përfshi vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian me politikat e Bashkimit Evropian për të qenë një hap më pranë edhe Europës. Patjetër që integrimi dhe zgjerimi do të jenë edhe kryeteme këtyre takimeve, duke marrë parasysh edhe objektivat e jo vetëm qeverisë shqiptare, por dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor për perspektivën europiane. I gjithë samiti është parashikuar të përfundojë nesër në orën 18:30, pikërisht me një konferencë të përbashkët për shtyp mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit të Danimarkës, i cili është edhe vendi i radhës pritës për këtë samit, ku pritet që në këtë konferencë të bën publike edhe të gjitha konkluzionet. Mirë, Greta, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë e pasurimin e gjithë agendës, qoftë takimeve të ditës së sotme, por edhe të nesërmes, ku do të mbahet edhe samiti. Faleminderit, Greta. Mirë, do të jemi në një lajm të fundit, si kundër edhe Strisha njofton, breaking news, kancelari gjerman Friedrich Merz, i cili nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, ai uron kryeministrin shqiptar Edi Rama për fitoren, do më duhet ta citoj të plot: urime Edi Rama për zgjedhjen tënde në Shqipëri, shumë urime, pres me padurim bashkëpunimin ton të vazhdueshëm në takimin ton të parë, në takimin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë ditën e premte. Është ky urim i radhës që vjen për kryeministrin Edi Rama nga lider të ndërkombëtar për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit. Pikërisht integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian ishte kryefjala e fjalimit të fitores që Edi Rama mbajti mbrëm në qendër të Tiranës pas fitores së mandatit të 4 të socialistëve për qeverisur vendin. Një referendum për Shqipërinë në Bashkimin Evropian e vlerësoi kryesocialisti Rama votën e 11 majit, fitore së cilës i dha notën 10. Rama tha se shqiptarët zgjodhën dritën e yjeve të Bashkimit Evropian dhe jo errësirën e Greminës. Partitë e reja i përgëzoi për betejën dhe i këshilloi të bën alternativë larg gjurmëve të opozitës së vjetër. Rama premtoi se në mandatin e 4 do të sigurojë mbylljen e negociatave në 2027 dhe vendosjen e Shqipërisë në tryezën e antarëve të Bashkimit Evropian. Edi Rama zgjodhi sheshjen Skënderbej për t'u drejtuar shqiptarëve, të cilët i besuan drejtimin e vendit edhe për 4 vitet e ardhshme. Shumë I shoqëruar nga bashkëshortja dhe fëmijët, kryesocialisti tha se në 11 maj, shqiptarët zgjodhën të ardhmen europiane. Mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapele fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes zgjidhjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në Umner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit tonë për Europën dhe një grumbull i radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin tonë. Të njëjtën mbështetje Rama thot se e pret edhe nga diaspora shqiptare. Sepse numërimi vazhdon, është e qartë që shumica jashtë kufive të Shqipërisë mendon njësoj si shumica brenda kufive. Për Shqipërinë që ecën në drejtimin e dur dhe Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. E për t'i kthyer mbrapsht besimin shqiptarëve, objektivi është i qartë: Shqipëria antare në Bashkimin Evropian brenda 2030-s. Që ta bëjmë edhe një mandat po aq domethënës edhe historikisht, duke i mbyllur brenda vitit 2027 negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe duke vendosur karrikën e Shqipërisë në tryezën e madhe të familjes europiane në vitin 2030. Kryesocialisti tha se nuk do të jetë e largët dita kur shqiptarët të qëndrojnë për krah e Europës, liderët e së cilës do të zbarkojnë në Tiranë, duke nisur nga e Intja. Nga ky shesh e pastaj në të tëra sheshet
e rrugët e Shqipërisë i ka transformuar zgjedhjet politike në një referendum për bashkimin sa më parë të Shqipërisë me Europën, Europa mbar do vi e do zbres në këtë shesh, duke filluar nga nesër, me tërë udhëheqësit e saj. Gjatë fjalimit të fitores, një mesazh Rama e kishte edhe për kundërshtarët politik, të cilët posuan humbjen më të thellë të 2 dekadave të fundit. Shqipëria sot është një Shqipëri krejt tjetër nga ajo dje, dhe as nuk duan ta kuptojnë që ky popull nuk ka për ta ndryshuar kurse si qeverinë që ka, pa ndryshuar më parë opozitën që s'do. Ndërsa për të rinj që do t'i bashkohen parlamentit të ri, mesazhi ishte i qartë. Unë dua t'i përgëzoj udhëheqësit e partive të vogla opozitare, të cilët bën betejat e tyre jo të lehta dhe i mbijetuan presionit jo të vogël të ajrit mes forcave të mëdha kryesore. Uroj që të mos ecin më tej në gjurmët e opozitës vjetër dhe të falimentuar totalisht, po të gjejnë mënyra dhe të gjejnë durimin për të rritur si alternativa dhe jo si volume zanore në mexhelisin ton politik. Zgjedhjet e 11 majit i dhanë Partisë Socialiste një fitore historike me 83 mandate, një më pak se shumica e cilësuar, ndërsa Partisë Demokratike rezultatin më të ullët që për vitit 1991. Por disfata e Berishës mund të jetë edhe më e thellë pas përfundimit të numërimit të votave të diasporës, kur deri tani kryesojnë thellë socialistët. Partia e Lapaj del forca e tretë në vend, por partia e Tom Doshit dhe Mundësia marrin më shumë mandate, përkatësisht 3 dhe 2. Socialistët arritën të siguronin një fitore historike në 11 maj, ndërsa demokratët pësuan disfatën më të madhe të 2 dekadave të fundit. Në rang kombëtar, 2 partit më të mëdha u ndan me një diferencë të thellë votash, në një kohë që nuk janë numëruar ende të gjitha fletët e votimit që vijnë nga diaspora. Partia e Edi Ramës mori mbështetjen e mbi 750.000 shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, ndërsa partia e Sali Berishës 500.000 vota. Por ndërkohë mbeten ende të panumëruara gati 100.000 fletë votimi nga diaspora, të cilat mund të ndryshojnë ende raportet e forcave në kuvend, në kurrizë kryesisht të aleancës madhështore. Socialistët siguruan një shumicë historike, 83 ulse në kuvendin e ri dhe janë në pritje të së paku një mandati nga diaspora, që do t'i jepte Edi Ramës shumicën cilësuese, duke i bërë të panevojshëm madhështorët dhe 50 mandatet e tyre në kuvend për çdo reformë. Pikërisht shifra 50, por dhe përqindja kombëtare, 34%, janë numrat e një humbjeje historike të Partisë Demokratike, ndërsa pas këtyre zgjedhjeve, Partia e Lirisë zhduket nga harta elektorale. Partia Social-Demokrate e Tom Doshit ruajti të njëjtat pozita si 4 vite më parë, me 3 mandate në rang kombëtar. Por partia e tretë në vend është Shqipëria bëhet e dyshet Slapaj Shabani, e cila ndonse deri më tani ka nxjerrë vetëm një deputet, me numër votash po i afrohet shifrës 60.000. Ajo ndiqet nga Mundësia, e cila ashtu si PSD, fal llogaritjeve territoriale, rezulton deri tani me 2 mandate. Lëvizja Bashke e Arlin Qorit mban në fije të Perit një mandat në Tiranë, por edhe nëse hyn në kuvent, Qori mbetet jashtë. Por është Fieri jo vetëm kryeqyteti i socialistëve, por dhe qendra e tërmetit që shkërmoqi ndërtesën elektorale të demokratëve. Fitoria e socialistëve atje i ka lënë demokratët me 4 mandate, duke i hequr dhe 2 deputet nga ashtu quajtura liste mbyllur dhe e sigurt. Por ankthi i Gazmend Bardhit nuk ka mbaruar akoma. Reagimi i tij së martës në mbrëmje, që ndryshe nga Berisha pranonte humbjen e zgjedhjeve, reflektoi frikën se me votat e emigrantëve, madhështorët mund të humbasin një tjetër mandat, duke futur në kuvend vetëm 3 deputet. Diferenca e madhe me rreth 60.000 vota më shumë, humbja e shumë votave në Lushnjë, si dhe fakti që votat e Greqisë i përkasin më shumë qarku të Fierit, rrezikojnë sërish karrikën e deputetit lushnjar Sajmir Koreshi, i cili së bashku me batutat e tij gazmore janë më shumë larg se afër parlamentit të ri. Fal diasporës, socialistët morën ndërkohë një mandat më shumë në Vlorë, duke e çuar rezultatin në 9-3. Sa i përket Tiranës, së goditur nga arrestimi i Erion Veliajt në shkurt, socialistët morën shumicën e mandateve, madje një mandat më shumë se 4 vjet më parë, donse të favorizuar nga sistemi, pasi Tirana u kthye në një numër mandate shtek, socialistët thelluan diferencën në vota, duke kthyer mandatin e 19 në një formalitet, ndërsa presin të qetë numërimin e votave nga diaspora.
Në këtë rast 20 mandate nuk do të ishte më një fitore e qarkut, por triumf politik. Ky mandat do të jepte Edi Ramos shumicën e cilësuar në kuvent prej 84 mandatesh dhe vullën personale të fitores mbi ish-bashkinë të cilën e drejtoi për 3 mandate si kryetar bashkie. Ndërkohë vazhdon numërimi i votave për listat e hapura mes një betejë të fortë brenda llojit, ndërsa te socialistët deri tani më të votuarit janë ministrat Gonxha, Hoxha dhe Denaj, mandate marrin edhe Xhafa e Braçe. 2 deputet me origjinë nga Rrogozhina deri tani janë fitues, Rakipi dhe Dedej. Tek demokratët lufta është për mbijetesë mes Ali Mehmetit dhe Tabakut për të vetmin vend nga listat e hapura, ndërkohë që në kuvent do të futet i qetë talenti më i ri i Selis Blu, djali i Fariballiut. Betejë brenda llojit ka nisur. Socialistët përmbasin forcat në listë të hapur, ndërsa rezultati i 11 majit ka hapur një blok të thellë tek kandidatët demokrat. Në Tiranë betejë për vendin e parë po bëhet mes Blendi Gonxhës, Ervin Hoxhës dhe Erion Braçes, ndërsa nga zonjat gara është mes Anila Denaj dhe Antoneta Dedej. Ndërsa numri i ulët i mandateve që PD ka marrë në kryeqytet, po përball Ilir Ali Mehmetin dhe Jorita Tabakun. Në Fier, Klevis Jaha, ish drejtori i ujësiesit, kryeson listën e socialistëve, ndërsa drejt kuventit është dhe Zeqine Çaushi. Kjo e fundit, në rast se arrin të ulet, do të ketë një mision të veçantë, përballjen jo më në distancë, por në sallën plenare me Gazmend Bardhin. Në këtë qark, PD jo vetëm që nuk nxjerr asnjë deputet në listën e hapur, por rrezikon edhe atë të mbyllurën. Në Vlorë listën e socialistëve e kryesojnë 2 deputetët Gjiknuri dhe Sinaj, të cilët ndiqen nga ish drejtori i arkivave Ardit Bido. Nga PD në këtë qark u votua më shumë Petra Gjikuria, greku nga Amerika që mori votat e Belerit në Himar, por e ndoqi fati i mandatit të mentorit të tij. Kurse në Gjirokastër në krye të listës është Tërmet Peçi, ish kryebashkiaku i Tepelenës, po një tjetër kryebashkiak po udhëheq edhe listën e Dibrës, Agron Malaj, rezulton më i votuari në këtë qark për socialistët. Në Gjirokastër nga PD, Arben Ristani doli më pak i votuar se një grua nga Përmeti. Në Dibër, PD humbi gjithë listën e hapur, më i votuari rezulton ish deputeti i LSI-s Përparim Spahiu, pas tij Gjungshi dhe Basir Çollaku. Në Shkodër, ish kryebashkiaku Bart Spahia dhe Tet Kopliku po shkojnë drejt parlamentit, ndërsa më i votuara nga socialistët Edona Bilali rrezikon karriken e deputetit. Në Durrës nga Partia Demokratike kryeson ish prokurori i shkarkuar nga Vetingu Arjan Doja, të cilit ju bë atentat në 2019 me makinë me rrumin e Shijakut. Ai po rivalizohet nga Ulon Kalaja, ndërsa nga socialistët më shumë vota ka Arkemend Balla. Në Kukës mandatin e dytë e fitoi Shkëlqim Shehu, Isuf Çela duhet të lërë kostumin e deputetit, ndërsa e fundit u rendit kandidatja Peka, ndërsa socialistët çojnë në kuvent vetëm Eduard Shalcin nga lista e mbyllur. Ish gjyqtari Gjingjoni po blindon mandatin e tretë të deputetit në Lezhë, kurse të katërtin kreu i PD-s Mirdit, Aleksandër Lala, kurse Pranver Askana nga PS është më pranë marrjes së mandatit të deputetit. Në Elbasan listën e hapur të socialistëve e kryeson Sara Mila, kurse më i votuari nga PD del deputeti Qani Xhafa, kurse tenori Klogjeri do të duhet të harroj mandatin e deputetit dhe t'i kthehet muzikës. E për të parë si përshkon numërimi i votave në KZAZ numër 36 në kryeqytet, do të kemi një lidhje në këto momente me kolegen Gerta Vasku. Gerta, të përshëndes, shoh që pas teje porta e shkollës është mbyllur, aty ku bëhet edhe numërimi i votave, më trego pak, ka ndërprerje? Mirëmëngjes, pritet në fakt Fabiola që të rinis numërimi këtë mëngjes në KZAZ 36 pranë shkollës Vasil Shanto, pas një ndërprerje mbrëm rreth orës 1 të natës për shkak se numëruesit kanë kërkuar sigurisht kohën e tyre për t'u çlodhur. Numëruesit tashmë kanë mbërritur në KZAZ 36 dhe pritet që të nisë numërimi pas pak. Ndërkohë, sa i përket numërimit të votave preferenciale, duket se gara është e fortë në të gjitha njësitë e Tiranës, sa janë numëruar në total në fakt Fabiola 815 kuti nga 1282. Për demokratët sigurisht kjo është një
luftë për mbijetesë midis Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmetit, pasi Partia Demokratike siguroi vetëm 13 mandate dhe ndonse 2 kandidatët më të votuar nga votat demokrate, vetëm njëri prej tyre do të mund të jetë deputeti i Partisë Demokratike. Në avantazh nga kjo garë është Jorida Tabaku me rreth 1000 vota para doktor Ilir Ali Mehmetit, konkretisht nga rezultati deri tani. Jorida Tabaku numëron 11855 vota dhe Ilir Ali Mehmeti 10858. Ndërkohë dua ta theksoj se sigurisht që votat e njëstisë numër 5 në këtë KZZ, që është njësia më e madhe në Tiranë, pritet që të jetë vendimtare për këtë kandidat, duke treguar se kush prej tyre do të mund të jetë deputeti i Partisë Demokratike në kuvendin e ardhshëm. Ndërkohë sa i përket e curisë të numërimit të votave preferenciale tek socialistët, shumë figura të njohura tashmë veteranë të Partisë Socialiste nuk do të mund të jenë deputetët të kuvendit të ri. Prej tyre dua të veçoj ish kryeministrin Pandelim Majko, ish ministrin e mbrojtjes Mimi Kodheli, apo edhe socialistët të tjerë si Brina Gjylameti, Klotilda Bushka, Etjen Xhafaj e të tjerë. Pra pritet që në KZZ 36 Fabiola të nis numërimi pas pak. Në këtë KZZ dua ta theksoj edhe një herë që janë numëruar në total 28 kuti dhe edhe këtu nga votat e numëruara të demokratët kryeson Jorida Tabaku me 516 vota, ndjekur nga Ilir Ali Mehmeti me 509 vota. Ndërkohë tek socialistët sigurisht që edhe në këtë KZZ kryeson Erion Braçe me 1481 vota, ndjekur nga Ervin Hoxha me 418 vota. Do të shojmë deri në fund se kush do të mund të marrë mandatin nga listat e hapura në Partinë Demokratike, Ali Mehmeti apo Tabaku. Gerta Vasko, faleminderit për këtë raportim. Por do të shojmë në këto momente se si po vijon numërimi votave të diasporës, ku të vazhdon ndërkohë numërimi votave nga jashtë vendit, pa përfshirë këtu votat e diasporës. Detaj do na i përcjell në këto momente kolegu Andon Kello. Andon, të përshëndes, nëse mund të përkthim në përqindje, sa është numri votave, ose përqindja e votave të numëruara nga diaspora dhe çfarë po ndodh me votat e Greqisë? Po, këtu në Parkun Olimpik, jemi në ditën e 4 të numërimit të votave nga diaspora dhe sapo ka rifilluar procesi numërimit të këtyre votave. Deri më tani janë numëruar 121.985 zarfe nga 194.889 zarfe në total. Pra, diku tek 60% e fletëve të votimit nga diaspora. Por, duhet theksuar se nuk ka filluar ende numërimi i votave nga Greqia, për shkak se po pritet që të përfundojë një herë numërimi i fletëve të votimit nga vendet e tjera përveç Greqisë për partitë politike. Dhe kanë mbetur edhe 20.000 zarfe të cilat pritet përfundojnë sot numërimin këtu në Parkun Olimpik, që më pas të procedohet me fletët e votimit nga Greqia, nëse do të procedohet sigurisht, për shkak se ka edhe një proces tjetër i cili do të rifillojë në Parkun Olimpik. Të gjitha fletët e votimit që janë numëruar deri më tani do të rinumërohen nga e para për kandidatët për listat e hapura. Pra, me sa duket edhe java tjetër do e mbaj tapetin e sallës sporteve Feti Borova këtu në Parkun Olimpik, një qendër numërimi votash nga diaspora. Por deri më tani rezultatet janë si poshtë. Partia Socialiste ka 65.327 vota, apo 54% të totalit, dhe madje dua të theksoj edhe diçka tjetër, votat nga diaspora po e ndihmojnë Partinë Socialiste, që vetëm me 1.300 vota të tjera të kap totalin e votave si brenda dhe jashtë vendit në 800.000 vota. Është shumë afër, pritet nga momenti në moment, dërsa Partia Demokratike ka marrë nga diaspora 34.093 vota. Po ku janë betejat më interesante sa i përket votës së diasporës dhe ku mund të ndikoj ajo? Në Lezhë ka një diferencë deri më tani prej 1.000 votash. Pra, Partia Demokratike vijon avantazhin për shkak të fitores me votat nga brenda vendit, ndërsa Partia Socialiste kryeson sa i përket votave
nga diaspora me 4.367 vota, Partia Demokratike ka 3.421 vota, por kanë mbetur vetëm 2.000 flet votimi. Dhe në këto 2.000 flet votimi, Partia Socialiste duhet të marrë të paktën 1.500 nga to në favor të saj, të paktën për të barazuar rezultatin dhe në pas për ta përmbysur çfarë duket e pamundur. Në Tiranë, betejë kryesore është mes opozitës, vetëm pak vota ndajnë Partinë Demokratike nga Partia Mundësia, megjithatë Partia Demokratike po performon më mirë nga votat e diasporës për Tiranën dhe pritet të hyjë në mandatin e 14, atë të cilin ja mori Partia Mundësia po me votat e diasporës, por duket se Partia Mundësia ka pësuar një stopim sa i përket votave të diasporës. Në Vlorë nuk ka surpriza, Partia Socialiste ka blinduar mandatin e 9, ka një trend shumë të mirë të votave të diasporës Partia Socialiste për qarkun Vlorë. Në Fier, Partia Socialiste diskuton mandatin e 13, pavarësisht se her pas here kërcënohet nga votat e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, por tani Nisma Shqipëria Bëhet ka rënë në kuotën e 10% sa i përket votave të diasporës dhe nuk kërcënon më mandatin e 12 Partisë Socialiste. Dhe këto janë pra 4 qarqet ku vota e diasporës mund të kenë ndikim, por theksoj edhe njërë duke parë listën e kandidatëve në listat e hapura, rezultatet e ngushta mes njëri tjetrit, pritet që vota e diasporës të ketë një ndikim mjaft të madh te kandidatët e listave të hapura, qoftë Partinë Socialiste, qoftë për Partinë Demokratike. Mirë, Andon, unë të falenderoj për këtë raportim dhe informacione që përcjellen nga Parku Olimpik sa i përket edhe numërimit të votave të diasporës. Faleminderit. Dhe siç pritej, Sali Berisha ka dalë sërish për të inkurajuar numëruesit e tij që të numërojnë e të ruajnë çdo vot në mënyrë që disfata e tij të mos thellohet nga dëshpërimi në momentet e fundit të procesit ende të papërfunduar të numërimit të votave. Kreu i Partisë Demokratike ripërsëriti akuzat ndaj procesit zgjedhor në 11 maj dhe në kompensim të pamundësisë për të shkuar vetë, do të çojë në Amerikë me postë dosjen e atyre që ai quan shkelje. Çdo orë që kalon nxjerr fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit. Ashtu si shpritej, Berisha nisi skenarin e kundërshtimit të rezultateve të zgjedhjeve për të cilin janë gjithmonë farsë nëse humbet. Që ne jemi të detyruar të ligjërisht dhe me kushtetut të mbrojmë çdo vot të hedhur nga qytetarët shqiptar. Por kjo rruga gjithashtu për të faktuar para shqiptarëve dhe botës farsën e pa precedent që po kundërmon në të katër anë farsë elektorale që organizoi narkoregjimi i Tiranës me datën 11 maj të vitit 2025. Që prej vitit 1997 deri në 2025, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se zgjedhjet janë të shkatruara dhe të manipuluara. Zgjedhësit shqiptar votuan dje në kushte dhe rrethana larg se qenë normale. Me rezultatin që arritën por që ja u vodhen përdorimit të forcës për falsifikimin. Ata vërtet përdosën një vot, por do marrin përgjigjen më të merituar që meritojnë. Në zgjedhjet vendore të 2003-shit, Berisha refuzonte të njihte rezultatin për Tiranën dhe Durrësin, ndërsa deklaratave të tilla mohuese ju rikthye në 2013, atëherë kur humbi zgjedhjet për të mos u rikthyer më kurrë në pushtet. Ky është një proces i shkatruar, ky është një proces i manipuluar në mënyrë më absolute. Nuk mund të pranohet asnjë rezultat dhe të njihet asnjë rezultat. Mosnjohje nga ana jonë të zgjedhjeve në Tiranë dhe Durrës. Partia Demokratike nuk do të joftë pushtet të dalë nga vota e vjetër. Zgjedhjet nuk janë asnjëherë të lira dhe të ndershme për Berishën, ndërsa refuzon për herë të 10 realitetin e ri. Ka patur probleme tjera, po kaq të rënda,
edhe më të rënda, zgjedhje të zhvillu të kapura nga organizatat kriminale më të fuqishme të Shqipërisë dhe rajonit, të cilat disponojnë në kontot e tyre të nëndheshme miliarda euro dhe që luftojnë në këto zgjedhje për lëkurën e tyre, po sepse siç e dini i kisha garantuar dhe vazhdoj t'i garantoj që ato me Partinë Demokratike në pushtet do shpallen organizata terroriste. Berisha pretendon se bandat i kanë vjedhur 30 mandate, ndërsa shpresat i mban tek antimitingu i thirrur të premte në 16 maj. Deputetët dhe kandidatë të Partisë Demokratike kanë filluar të pranojnë humbjen e thellë. Ish kryetari i partisë Edmond Spaho thotë se është i shokuar nga gjendja e Partisë Demokratike dhe bën thirrje që demokratët të gjejnë sërish forcën, ndërsa nuk thotë asnjë fjalë për Berishën. Pasi mbeti jashtë parlamentit, Spaho njofton se do të shijojë pensionin duke përfunduar karrierën politike. Në Partinë Demokratike ka filluar pranimi i humbjes. Ndër të parët ishte nënkryetari i partisë Edmond Spaho, i cili nga drejtues politik i Korçës me rikthimin e Berishës përfundoi kandidat në listë të hapur. Tani njofton se do të shijojë pensionin në moshën 67 vjeçare. Jam i shokuar me rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Këto zgjedhje ishin të fundit të karrierës sime aktive në parlament. Spaho pranon edhe gjendjen e Partisë Demokratike dhe ka një mesazh për leadershipin. I uroj Partisë Demokratike të gjejë forcën për të kaluar gjendjen e rëndë ku ndodhet dhe të arrijë të rikthehet në shpresë për Shqipërinë. Përveç Spahos edhe disa kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët kanë humbur shpresat për të futur në parlament, e kanë pranuar disfatën e thellë. Por nëse humbja e rënde e Partisë Demokratike, disave u shërbeu për të pensionuar nga politika për më të vjetrin e partisë Sali Berishën dhe disa besnikëve të tij, ky është një fillim i ri për të bindur demokratët se Partia Demokratike vërtet humbi, por Rama nuk fitoi. Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të flasim pak për ditën e nesërme, ku ka në fakt një zhvillim shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, sikundër samiti i liderëve europian që do të mbahet në kryeqytet. Por paralelisht me këtë aktivitet të rëndësishëm, është edhe Partia Demokratike, e cila ka njoftuar mbajtjen e një proteste, por vendodhja që ajo ka zgjedhur, duket se është pjesë e, le të themi, perimetrit ku është përcaktuar që nuk do të ketë lëvizje për shkak të sigurisë, të planit të masave të sigurisë nga ana e policisë për samitin. Dhe sa duket, Partisë Demokratike nuk është dhënë leje për të zhvilluar protestën në atë vend. Do të jemi për të folur për këtë me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes. Duket se leja kërkuar nga Partia Demokratike për protestën e ditës së nesërme nuk ka marrë, le të themi, një përgjigje pozitive nga policia e shtetit. Mund na sqarosh më me detaje se përse? Ka qenë një përgjigje dhënë në mëngjesin e sotëm nga ana e policisë së Tiranës pas kërkesës së bërë nga Partia Demokratike për lejen për protestën ditën e nesërme, pra me 16 maj rreth orës 17 të pasdites. Policia e Tiranës ka argumentuar se ka qenë një përgjigje negative, duke kundërshtuar vendin për shkak se është ngjitur me perimetrin e sigurisë për sa i përket edhe masave që janë marrë për mbarvajtjen e samitit që zhvillohet pra në kryeqytet, dhe kjo ka qenë arsyeja që policia e Tiranës e ka kundërshtuar si dhe vendin, por edhe mbajtjen e kësaj proteste për shkak se nuk mund të siguroj pra të gjithë të mbarvajtjet kësaj proteste për shkak të angazhimeve me samitin, por edhe vendin që është pra tek bulevard Diri që është parashikuar, pasi është një perimetër sigurie dhe që duhet zbatohet. Ky ka qenë një argumentim i dhënë mëngjesin e sotëm nga ana e policisë së Tiranës, dhe të paktën sipas informacioneve forcat e rendit nuk do të lejojnë grumbullimin e mbështetësve të Partisë Demokratike pas ditën e djeshme në bulevardin e ri. Të paktën ky është parashikimi e bërë, por edhe përgjigjja nga policia e Tiranës, ndërsa nesër do të presim se si do të zhvillohet apo se si do të jetë ky aktiviteti thirrur nga ana e partisë, kjo protestë, pra ky tubim, pavarësisht se si duket shkel perimetrin e sigurisë për mbarvajtjen e samitit të krerëve të shteteve të ndryshme që priten ditën e nesërme, por edhe sot pas ditën të vinë në kryeqytet në Tiranë për këtë samit. E kuptoj. Mirë, dhe nëse ndalemi pak më gjerë tek masat në përgjithësi sa i përket mbajtjes së samitit, Ervin. Cilat janë ato? Në fakt që
që nga dita e djeshme ka nisur një sër masash për sa i përket parkimeve të palejuara në mënyrë që të mos bëhen pengesë për rrugët apo të gjithë itinerarin që do ndjekin krejt e shteteve të ndryshme për sa i përket pra edhe samitit që mbahet në kryeqytet. Janë mbi 1500 efektiv të forcave të policisë së shtetit, janë njësitë antiterrorit në drejtorinë e përgjithshme të policisë, por edhe forcat Renea. Në fakt që nga dita e sotme aeroporti i Rinasit mund themi që është marrë në kontroll të plot edhe nga forcat antiterror, antieksploziv, ku janë bërë edhe kontroll edhe vjojnë të qëndrojnë atje sigurisht për të siguruar edhe aeroportin e Rinasit për ndonjë rrezik apo ndonjë incident të mundshëm, dhe sigurisht do të krijohen edhe perimetrat e sigurisë ku rrugët kryesore që lidhin nga aeroporti i Rinasit dhe që të sjellin për në kryeqytet duke nisur nga qafa e Kasharit për të drejtuar në sheshin Shqiponia dhe më pas për në Sauk dhe në sheshet kryesore siç është ai sheshi Skënderbej apo bulevardi Dëshmorët e Kombit ku do të akomodohen krerët e shteteve të ndryshme, do të kemi një bllokim të rrugëve. Për të pasur pra një paranamim duke nisur që nga dita e sotme ka pasur edhe ndërprerje dhe do të ketë deri në orët e vona të mbrëmjes ndërprerje në intervale të shkurtra kohore, pra të gjithë lëvizjet nga aeroporti Nën Tereza për në drejtim të ish sheshit Shqiponia në Thuman Kashar, po ashtu do të ketë një kufizim në itinerare ku parashikohet që të mbrin këto lider dhe në pjesë të shkurtra do të kemi ndërprerje të rrugës. Ndërsa për sa i përket datës 16, duke nisur nga ora 6:30 e mëngjesit deri në përfundim, pra deri në orën 11:30 ku do të kemi një bllokim total, pra të ndjes të drekës 11:30 të drekës do të kemi një bllokim total të rrugës që të lidh me aeroportin e Rinasit, duke nisur nga pra aeroporti qafa Kasharit dhe përfundimi i rrugës autostradës pra Thuman Kashar për në drejtim të Tiranës për të ardhur tek ish sheshi Shqiponia, më pas Unaza pjesa e Astirit siç një ndryshe për në Sauk dhe për të ardhur tek ambasada amerikane dhe për t'ju drejtuar edhe shesheve kryesore. Pra kjo do t'jetë itinerari që do të bllokohet nga ana e policisë për të siguruar edhe ardhjen e krerëve që do të jenë pjesë e këtij samiti. Qytetarëve është thënë që duhet të përdorin rrugë dytësore në mënyrë që mos krijohen vonesa si për ata, por as bllokime në këto rrugë që parashikohet që të jenë të mbyllura. Mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim dhe të gjitha informacionet që përcollë sa i përket masave që do të merren në kuadër të samitit që do të zhvillohet ditën e nesërme, dhe qëndrojmë pak te ky zhvillim pasi Starmer, kryeministri britanik, ka zhvilluar një takim, në fakt sapo ka filluar edhe takimi me presidentin e Republikës Bayram Begaj ditën e sotme. Ne do të kemi disa pamje për të përcjell edhe këtë moment të mbërritjes së kryeministrit britanik Starmer në presidencë për të zhvilluar një takim kok më kok me presidentin Bayram Begaj. Është një ndër liderët i cili mbërrin ditën e sotme për të qenë pjesë e samitit të Komunitetit Politik Evropian. Ajo që vlen të theksohet është vizita e parë e një lideri britanik, kryeministri britanik, pra vizitë zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Pas kjo është edhe skorta e kryeministrit britanik, i cili të mbërrin në presidencë. Padyshim do të ketë një takim me presidentin Begaj dhe më pas ndoshta do të kemi edhe një njoftim se çfarë u diskutua më konkretisht. Keir Starmer do të ketë po ashtu një takim kok më kok edhe me kryeministrin Edi Rama, ku pritet të nënshkruhen edhe dy marrëveshje, ku fokusi midis marrëveshjeve midis dy vendeve do të jetë edhe menaxhimi i emigracionit të paligjshëm. Ditën e nesërme do të zhvillohet samiti i Komunitetit Politik Evropian, ku prezent do të jenë 47 lider nga e gjithë bota. Këto janë edhe momentet e mbërritjes në presidencë të Keir Starmer. Do të ketë ditën e sotme edhe një konferencë në fakt për shtyp midis kryeministrit shqiptar dhe atij britanik. Dhe do të ketë më pas të tjera takime apo vizita pjesë e agendës së ditës së sotme. Ky është momenti ku Keir Starmer, ja ku janë këto pamje, kryeministri britanik, pritet nga presidenti Bayram Begaj. Është ceremonia zyrtare e pritjes.
Sipas agjendës, rreth orës 12:40, Rama dhe Starmer do të kenë një konferencë për shtyp, por megjithatë, ne vijmë të imit të pamje, ku Bayram Begaj, presidenti i Republikës, prec Keir Starmer, një ndër të parët lider që mbërrin në vendin tonë në kuadër të samitit të komunitetit politik europian, ku 47 lider do të jenë ditën e nesërme në kryeqytetin shqiptar. Marrëveshjet do të firmosen, çfarë do diskutohet më konkretisht, konferenca për shtyp që do të jetë me kryeministrin Edi Rama, besoj do t'i pasqyroj pikat më të rëndësishme të raporteve dhe marrëveshjes mes dy vendeve. Keir Starmer, për të ritheksuar, është kryeministri parë britanik që mbërrin në një vizitë zyrtare në Shqipëri, janë këto momentet kur dy lider shtrëngojnë duart dhe bëjnë fotografinë e rastit për të kaluar më pas në takimin kokë më kokë në zyrat e presidencës, ku edhe delegacionet do të kenë gjithashtu takimet e tyre. Shem edhe përshëndetjen apo takimit me delegacionet përkatëse. Pas dite do t'jetë gjithashtu një tjetër lider, është presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, që do të pritet nga kryeministri Edi Rama, ku edhe në këtë rast nuk do të mungoj një komunikim me mediat. Darka do t'jetë i rezervohet një takim informal mes krerëve të Bashkimit Evropian, krerët të NATO-s, Mark Rutte, pashtu e drejtuesve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mirë, kjo është edhe momentet e pritjes e takimi që zhvilloi Keir Starmer me presidentin Bayram Begaj, ndërkohë në 12:40 kemi thënë vazhdimisht do të ketë një konferencë për shtyp midis kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe kryeministrit britanik Keir Starmer. Këto ishin pamjet nga presidenca, padyshim që do të jetë drejt për drejt edhe takimi me kryeministrin dhe konferenca që do të jetë për mediat. Mirë. Ishte gjithçka e përgatitur për Breaking News, unë ju kujtoj të klikoni në webin tonë ABC News Pikal për të tjera zhvillime, ndërkaq në radio ju mund ta gjeni në frekuencat 105 FM. Në orën 11 do të jeni me kolegen Cassandra Pali në Shqipëria Sot, qëndroni me ABC.